Nuk ka gjë më të bukur se kur pasionit bëhet dhe profesion. E madje jo çfarë do profesione, por një talent jashtëzakonshëm që e bën gjininë e bukur të lumtur. Bëhet fjalë për Blerina Krasniqin, e cila është një make-up artiste. Sot keni ardhur si grimerja e Albulena Hukaj, për ndryshe jam Blerina Krasniqi, grimera e 2 studios. Kom fillu me make-up prej shumë e vogël, normal, nuk është rastësisht hapja që 2 vite. Kemi një eksperiencë goxha të madhe me make-upin. Na ka ardhur si ëndër prej e vogël, amo gjithçysh e kom profesionalizu me përvojë shumë vjeçare. Ajo më tutje shton se 2 studio ka një mision të sakt dhe në fund klientja, ose në këtë rast nusja të ndihet e bukur dhe unike në llojin e saj. Misioni jonë është që secila femën që hyn në studion tonë me qenë rahat, e qetë, e sigurt, e vlerësuna dhe normal në fund mund ndihet e bukur. Kemi qef që secila klientet ta përfitojnë një përvojë të vetën, jo vetëm make-up, po të ketë një përvojë të mirë me neve, me ato momentet e veta që janë shumë të rëndësishme. Blerina thekson se kjo qendër e bukurisë dëshiron të zhvillojë trajnime për gjeneratat e reja dhe kjo e pas ka një arsye goxha të fortë. Vizioni jonë është që të krijojmë një bazë qëndrueshme në make-up, të zhvillojmë trajnime të vazhdueshme për gjeneratat e reja, që të kam konkurrente të mirëfillt në të ardhmen e afërt dhe jo të kam një konkurrencë vetëm në Instagram. Do më thonë që çka që na e bëjmë, ajo që na veçon neve si studio, mas pari vlen me cek se gjithçka që e bëjmë pa filtera, si fotot, si videot, si gjithçka tjetër. Gjithçka që duket live e postojmë siç është duket live edhe në Instagram. Nuk prekim asgjë sikur qysh po e shohim si dukuri shumë të tepërt po mendoj. Po një deklaratë e vëzimshme kjo nga grimerja Krasniqi, e cila pohon faktin se është më se e bindur për atë që tha. Edhe unë deklaroj 1,000,000% që sot kena me vërtetu pak a shumë. Dje kom patjetër. Edhe e shohim bashkë. Shikuesin zonë të nëshona dhe të mirën edhe të keqen në ekran, kom qef me tregu se i kom shikuesit besnik që mbi 10 vjetë, kështu që atja hedhin një sy telefonit. Dje kena pas ditën e fundit trajnimet, ku e kom bo një look prej nusës, po nuk kena mujt me postu për shkak se u kon nga kes dita shumë. Ka dhe këse raste, ku i mbani punimet e bukra, po nuk i postane? Ka shumë, i stërmbushur telefonin. Po të hapi telefonin edhe mundet me e fotografu ose me inqizu kamera, çdo detaj që ti kime e bo. A muj me e pane, kështu që kameraman akordial. Yesterday. Jemi në galeri, ku se cila foto është e bone pe telefonit. Po shihet. Po shihet me kliente, me gjana. Najse në Zoom dëshiron me ditë sa është për një me ashtu. Si London. Kjo? E bukur. Ti kime zgjedh. Mos unë zgjedh e vetën. Okej, a muj me shkru... Qa me shkrujt? Bride. Unë kur të martona, a me marrë të? Pa tjetër, nuk presim, kemi nderën knatësi. Lena këndon. Pa tjetër, këtë all inkluziv paket vini. A muj me buk shto, tash bride. Rekord. A jeni dëshmitar që kjo po postohet, bum. Qësh është për ty, ndoshta kjo si ndjesi që po thu konkurenca dhe kështu, po e tregon pjesën që postohen pa u qa. Kështu që mundoni me hin në Instagramin e Blerina Krasniqi, edhe me pa se shefi kualiteti është shumë i bukur. Për neve është pak ma shumë punë, për shkak se... Kjo është për ty. Faleminderit shumë. Edhe, unë po largohem, nga jo eksklusivitetin ty, me nga tregu se sa është sfiduese me u dallu me naturalitet, me pastërti. Nëse e ki talentin, po menoj që nuk është shumë sfiduese. Për neve na qet pak ma shumë punë se sa
dikush që përdor shumë ma shumë filter, sepse punës live nuk jep qatë shumë rëndësi. Na japim shumë rëndësi, e bëjmë gjithçka që duket mu do tamam si në live. Pole për veçantit, po nuk më tregove për trendin e grimit 2025-2026. Çka ka pas dallim me qenë se prej e vogël ke rrugtu në këtë profesion, ke mujt me i pa etapat e ndryshimit. Qysh po mundohesh me vështat? Po mundohemi me vështat krejt kërkesave të klientëve, trendet e grimit pe dim tash që ndrojmë prej vitit në vit. Kryesisht jemi te Smoky Eye, liner i shkrim, liner të pastër, pak xixa. Xixat janë ma shumë trend, po menoj, edhe me jo shumë bazë.